Këshilli Kombëtar i Territorit me firmën e Edi Ramës ka miratuar ndërtimin e dy kullave në aksin e rrugës së Kavajës, një zonë me vlerë rekord në tregun e pasurive të paluajtshme. Të dy kulla me vlerë investimi 210 milion euro do të ndërtohen nga kompania Globe 3X Group SHPK me ortak Skënder dhe Visjan Dedja Babe Bir nga fshati Dukaj Gjinimatit. Megjithse sipas të dhënave financiare, ata kanë vetëm rreth 3.5 milion euro kapital. Ortakëria aktuale deklaruar më 20 nëntor 2020 ndahet në këto kuota: 51% i përket Visjan Dedjes me vlerë kapitali 175.145.613 lekë, ndërsa Skënder Dedja ka 49% me vlerë kapitali 168.277.158 lekë, ose rreth 2.5% e vlerës së investimit të Gradatçelave. A do të nis pak hetimin për burimet e financimit nga aktivitetet paligjshme? Megjithse me vetëm 3.5 milion euro kapital total, Skënder dhe Visjan Dedja do të ndërtojnë dy Gradatçela me vlerë 210 milion euro, për cilat nuk kanë bërë asnjë deklarim për burimin financiar. Ky është një rast tipik i indicieve dhe provave të qarta për përdorim parash, të korrupsionit dhe të botës së krimit në biznesin e ndërtimit në Shqipëri, për të cilat kanë dhënë alarmin Dash, FBI dhe agjencitë europiane të inteligjencës financiare, referuar këtyre raporteve si dhe informacioneve të shish Agjencisë së Inteligjencës Financiare dhe strukturave të antikrimit ekonomik financiar. SPAK duhet nis hetimin për burimin e financimit të dy Gradatçelave që pritet të ndërtohen nga Skënder dhe Visjan Dedja në Tiranë. Përveç milionave të grumbulluara brenda dhe jashtë Shqipërisë, jashtë sistemit bankar, ata kanë të ardhurat pa deklaruara që dyshohet se burojnë nga veprimtaritë paligjshme, të realizuara përmes 3 kompanive të tyre, për cilat nuk kanë dorëzuar bilance prej 15 a 20 vitesh. Këto kompani janë VBF Albania Transport International, Agjencia Turistike Riviera dhe Agjencia e Punësimeve Ndërkombëtare Miqësia e Popujve. Në logon e këtyre subjekteve, Skënder dhe Visjan Dedja së bashku me familjar dhe ortak ilegal brenda jashtë Shqipërisë janë skeduar për trafik droge, trafikim klandestin, transferim dhe transport ilegal vlerash monetare, si edhe për transport personash në kërkime, dokumente të falsifikuara dhe kontrabandë sendesh me vlerë. Nëse SPAK do të hetonte aktivitetin e këtyre 3 kompanive, gjurmët do të çonin deri te zyrat e emigracionit të Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Jashtme dhe ambasadat shqiptare, ku janë lëshuar dokumente për trafikimin e qenieve njerëzore drejt vendeve të BE-s, Kanadas dhe Anglisë me kontrata fiktive pune, sidomos në Gjermani përmes bazës familjare Duren, e cila ka një kompani ndërtimi lavatriçe edhe në Shqipëri. Në funksion të veprimtarisë së paligjshme dhe të ardhrave të mëdha të krijuara jashtë sistemit bankar, grupi Skënder Dedja krijoi dhe përdor në mënyrë ciklike 3 kompanit VBF Albania Transport International, Agjencia Turistike Riviera dhe Agjencia e Punësimeve Ndërkombëtare Miqësia e Popujve. Nuk mund të thuhet se 210 milion euro të dy Gradatçelave apo milionat e pallateve në Tiranë burojnë vetëm nga aktiviteti i këtyre 3 agjencive, por është e qartë se një pjesë e madhe e kapitalit vjen nga milionat mbledhura përmes kleringut, fajdeve, bashkëpunimit me pushtetarë dhe grupe të krimit të organizuar, siç kanë vepruar edhe me ish ortakun fiktiv nga Maqedonia e Veriut, për të cilin do të flitet në vijim.